Nëse do kesh mundësinë që këtë informacion që keni ju do duhet ta adresoni në këtë platformë, në këtë portal, të cilët ne të reagojmë menjëherë. Në dita e nesërme, ne si Inspektorat e Përgjithshëm kemi vendosur që në disa subjekte të pa deklaruara dhe të pa informuara nga inspektoratet e zonës këtu, do të shkojmë bashkë me to për të qyrë dhe për të bërë inspektim pikërisht. Kemi përzgjedhur edhe linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje. Pikërisht, jo, nuk është ashtu jashtë funksionit, ka problematika, pa diskutim, dhe unë kam ditën e 69 të mos gaboj në krye të këtij inspektoratit e përgjithshëm, dhe po ju bëj me dije që ndoshta një vendim përpara 2 ditësh ku kam marrë inspektorati i përgjithshëm, po ju tregoj për rastin e Shkodrës, kemi marrë 15 masa disiplinore, nga këto janë 10 masa disiplinore janë shkarkimi nga detyrat të inspektorëve, pikërisht për shkak të lënies të hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të ministrit me aflatoksin B1, i cili është i dëmshëm edhe për kafshët të cilët ushqehen në prodhimin e qumshit, ku del produktet e qumshit dhe të produktet e tjera me aflatoksin, dhe kjo tregon që jam i vendosur unë si inspektor i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, edhe bashkëpunëtorët e mi që çdo rast sinjalizimi apo çdo rast tjetër ne do ta ndëshkojmë në maksimalisht. Mund t'ju them edhe një gjë tjetër, e cila është një risi e cila po ndodh në inspektoratin e përgjithshëm, që ka të bëjë me të që çdo masë administrative e cila ankimohet në inspektoratin e përgjithshëm nga subjekti, të jenë sigurt që ka 2 rrugë, o rri në fuqi masa disiplinore e cila është vendosur nga inspektimi, ose kjo masë do të shfrytëzohet, por ka një kusht. Nëse kjo masë shfrytëzohet se është në padrejtësi që është bërë subjektit, menjëherë fillohet procedimi disiplinor për inspektorin.